Strategjia për zhdukjen e viktimave të luftës në Kosovë do të prekte qindra familje në rrethin e Prishtinës. U zbuluan të varrosur në varreza masive në Serbi. Kanë kryer shkollën, nuk kanë pasur asnjë problem kurrë në jetë me kërkan. E nisur që nga maji vitit 1998, strategjia për zhdukjen e viktimave të luftës në Kosovë do të prekte qindra familje në rrethin e Prishtinës. 26 vite pas përfundimit të luftës, në komunat e Prishtinës, Podujevës, Lipjanit, Obiliqit dhe Graçanicës, 185 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur. Ata janë pjesë e tërësisë prej 1560 personash, të cilët vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Statistikat dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare të vranë u zbuluan të varrosur në varreza masive në Serbi, ndërsa në regjistrat e luftës, ende mbi 12% e viktimave në total vazhdojnë të jenë të zhdukur. Shembull gjyshin e kujtoj si një njeri shumë bundor, një njeri shumë familjar, mbi të gjitha një njeri shumë human. Kam qenë binak me te, kemi qenë edhe në shkollë me te, studime me te, kemi fjetë edhe një organ me te, deri në ditën e shtunë, ditën e dilat, atër janë bëhë dasbat, kom dalë një fjetë në dhomë time, a i ka fjetë, atër odat kanë qenë odat e burrave. Të thotë, gjithë shka që kemi bo, kemi bo bashkë, kemi shku bashkë, kemi shkullu bashkë. Tha që unë në sëpso, ne punit vaj s'kodin. U koju shkollu janë isho? Koju shkollu janë isho? Unë ju ishu u Prishtinë u shkollu... Sa u praćine? Jest. Sad ne mogu sve da pamtim. I onda završio i bili smo kući. Djali ka pas 71 kanë lem, 27 ka pas, djali ka djali shumë i aft, shumë i zoti, po 8 vjeçare ka kryer më shumë jo se s'ka pas kushte me qenë manina se njëru këtë travisadike, s'ka pas kushte, qaj është. Vallaj për besë, një kod jem turtë, sjellshëm, pa probleme, pa të lashe. Kam pas një vullneti tjetër shtyri, kam punëtor, kam kryer shkollën, nuk kam pasur asnjë problem kurrë në jetë me kërkan. E marrë në telefon, i thotë që po vi, tash sigurisht e josh me diçka, i thotë do të më taku diçka, që se josh nuk e di. Edhe shkon edhe e takon, taku pas e taku se di, se nështë edhe që aty para dere se ka morë dikush. S'ka prit me shku atje heq, se me kërë ka dalë prej banesës. Edhe i thotë grus, po i marrë do moti do svesa dhe kthejna me njerë shpejt kthejna. Mirë po, nuk u këthi kur. Slivova krenuo da ide u pravcu Gnjilana i gde je zaustavljen u selu Labljane i od tog 19. juna oko 19 časova gde su bio, jer moj suprug nije bio sam, sa njim je bio komšija Pavić, Žika Pavić i Miljković Predrag, šofer iz Smedereva. Njih trojica su bili zajedno, zaustavljeni su u selo Labljane i od tada im se gubi svaki trag. Za svu trojicu nema nikakve informacije od tada, još uvek se ne zna njihova sudbina. Oni mu tovarili stvari, kad su mu tovarili stvari, on nije htio da gi vraća kući. I oni prošli da idu peške do kružnog toka. Dvojica pobegli gde je Iskra gde je gore otišli dvojica otišli prema kružnom toku. I dvojica sa kola pratili gi i stavili gi u kola i kindupovali i ne znam sa koju stranu su otišli. Mi smo javili u policiju, tamo nismo znali engleski, jer Kvori je bio tu odmah pozadi Iskre, tu gde ona ulpijana. Tu je bio Kvor, bili smo da javimo Kvori, izvini što govorim, bio šiptar, možda nije nam preveo dobro,
mi smo rekli, Kindolfani su dvojica, sin i još jednoga prijatelja. On je rekao, dobro, idite kući i mi otišli smo, došli smo kući.